Për këto zhvillime, bisedoj me Anton Recaj nga Qendra për Ndihmë Ligjore dhe Zhvillim Rajonal që është drejt për drejt në kuadër të këtij emisioni. Tunxhatjeta zotin Recaj. Përshëndetje. Atëherë, sot pra përmbyllet, si të thuash, masa e përkohshme e gjykatës kushtetuese, meqense pritet gjatë ditës sotme që të kemi një vendim. Çfarë mund të jetë vendimi? Sipas jush, a do ta konstatoj konstituimin apo jo? Realisht janë tri opsione, mbi bazën e cilës pritet të mirët aktgjykimi i gjykatës kushtetuese. Opsioni i parë është natyrisht që të kthehet gjithçka në pikën 0. Kur them në pikën 0, kam fjalën në pikën ku duhet të rivotohet sërish kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, për shkak se gjatë procesit të votimit të kryetarit kemi pasur deputet cilët kanë një grup parlamentar i cili ka shkelur aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, domethënë të fundit, i cili thotë se deputetët janë të obliguar që të qëndrojnë në sallën e kuvendit, do të thotë në kuvend dhe të votojnë. Dhe në këtë rast kemi pas lidhjen demokratike e cila ka qëndruar në sallën e kuvendit, por nuk ka votuar fare. Do të thotë as nuk ka votuar pro, as kundër, as abstenim. Që i bie që kjo është shkelje e aktgjykimit gjykatës kushtetuese e bërë nga ky grup parlamentar, gjë që mund ta bëj në pikën 0 për shkak se nuk ka pas quorum të mjaftueshëm për të proceduar në procesin e zgjedhjes së kryetarit të kuvendit. Natyrisht, kjo është opsioni i parë. Opsioni i dytë është që i gjithë procesi deri te përzgjedhja ose votimi në kryetarit të kuvendit, i cili vjen nga komuniteti serb, të sqarohet dhe një herë gjithmonë të sqarohet edhe pjesa ku pavarësisht që komuniteti serb e ka të drejtën kushtetuese që të ketë një nën kryetar, por nuk do të thotë që e ka të drejtën kushtetuese për të bllokuar kuvendin. Prandaj, në këtë situatë natyrisht që do të sqarohet situata që i njëjti parim vlen edhe për nënkryetaret, njëjtë sikurse për kryetarin i cili ka qenë parimi që nëse nuk kalon 3 herë i njëjti kandidat, atëherë duhet të vazhdohet të propozohet me kandidatin tjetër. Në këtë rast, gjykata kushtetuese ka përdorur në disa situata parimin që njihet në terminologjinë juridike mutatis mutandis, do të thotë një parim i cili gjen zgjedhje zhbllokuese. Do të thotë gjen zgjedhje ligjore për të kaluar një situatë e cila ka sjellë gjendjen në situatë bllokimi. Dhe ky parim nënkupton që ajo që thash që nëse lista serbe në këtë rast si grupi parlamentar i komunitetit serb më i madh e ka të drejtën për të propozuar kandidatin. Dhe nëse nuk propozon kandidatë tjetër, atëherë natyrisht që duhet vazhdohet me tutje për interpretuar rregulloria e kuvendit nga kryetari i kuvendit, ashtu siç edhe ka ndodhur herën e kaluar, por që herën e kaluar nuk është respektuar në pikmëri rregulloria e kuvendit, ku është kaluar në pjesën e votimit për zgjedhjes së kandidatëve përmes shortit. Prandaj, kjo është mundësia e dytë dhe mundësia e tretë është që nëse nuk ka brenda afatit i cili vazhdon të rrjedh afatit kushtetues i cili ka përcaktuar afatin që brenda 30 ditësh duhet të konstituohet kuvendi dhe konsiderohet i konstituuar kuvendit, vazhdohet me qeveri, dhe nëse nuk ka një zgjedhje të tillë, atëherë natyrisht që kushtetuesja doja përdor opsionin e fundit, kushtetues ku do ta delegoj këtë kompetencë te kryetaria e presidentja e vendit, e cila do duhet i ftonte partitë politike që të deklaroheshin nëse kanë ndonjë marrëveshje politike për të formuar
institucionet e vendit dhe në të kundërt nëse nuk kanë, atëherë natyrisht sipas drejtës kushtetuese dhe obligimit kushtetues që ka presidenti, atëherë duhet të i shpallë zgjedhje të jashtëzakonshme. Dhe vendi do të shkojnë në zgjedhje. Opsion ky cilën realisht unë fare nuk e parapëlqej për shkak se do kemi përderisa nuk ka marrëveshje politike, konsensus politik mes partive parlamentare për të konstituar institucionet, atëherë do të kemi prapë situatën e njëjtë, gjendjen e njëjtë në prill të vitit të ardhshëm për shkak se skadon përfundon mandati i presidentës së Republikës së Kosovës dhe natyrisht se nëse nuk ka zgjedhje, atëherë kompromis brenda partive politike për të zgjedhur ose për të rizgjedhur sërish zonjën Vjosa Osmani, atëherë natyrisht se vendi do shkojë sërish në zgjedhje. Që i bie që brenda 12, pothuajse brenda 15 muajve vendi të shkojë 3 herë në zgjedhje dhe kjo do të ishte e papranueshme. Andaj opsioni i tretë po besoj që do të ishte opsioni më i keq i mundshëm, jo vetëm për shkak të kostos dhe organizimit të zgjedhjeve, por që do të sjellte sërish pak të njëjtin epilog, të njëjtin rezultat të zgjedhjeve dhe kjo prapë do ta shpjente vendin në një situatë cilën vetëm sa jemi duke kaluar. Andaj do të ishte ajo që ka pres nga gjykata kushtetuese është pikërisht që të vazhdoj me sqarimin e mënyrës se si duhet të zgjedhet nënkryetari i kuvendit për të hapur rruga ligjore dhe kushtetuese apo aty kushtetues për të konstituar, për të formuar qeveria. Natyrisht se nëse në këtë situatë atëherë dim edhe procesin se si do të bëj, nëse edhe në këtë situatë atëherë partia fituese nuk arrin të ketë numrat e mjaftueshëm për të formuar qeverinë, atëherë do t'i jepet mundësia partisë së dytë për të vazhduar me tutje dhe bashkë prapë edhe ky është opsion ku edhe partia dytë fituese nëse nuk do të arrijë që ta konstituojë ose ta formojë qeverinë, atëherë automatikisht shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme. E qartë, gjithsesi, sa i përket listës serbe, meqense është diskutuar bukur shumë, është ajo që ka kontestuar mënyrën e zgjedhjes së nënkryetarit nga komuniteti serb, sikur e dim, a shohim këtu shfrytëzim të boshllëqeve ligjore apo ky subjekt politik minoritar është në të drejtën e vet? Si e shihni ju? Kushtetuta i garanton të drejtën minoriteteve që të ketë edhe nëse nuk gjatë drejtën e vendeve të rezervuara. Prandaj, edhe po nuk dolen në zgjedhje, këto komunitete i kanë vende të rezervuara në kuvendin e Republikës së Kosovës. Andaj, natyrisht se sipas rregullores dhe kushtetutës e drejta për të propozuar nënkryetarin në kuvendit i takon grupit parlamentar më të madh të atij komuniteti. Dhe në këtë rast, grupi më i madh parlamentar i komunitetit serb është lista serbe. Por, siç e thash më herët, edhe pse e ka këtë drejtë kushtetuese për të propozuar, por nuk do të thotë që patjetër duhet të jetë nga ky komunitet, por shkak se ata duhet të gjejnë një kandidat të përshtatshëm i cili mund të i marrë votat e kuvendit për të zgjedhur nënkryetari i kuvendit. Dhe nëse refuzojnë që të vazhdohet me tutje, nuk do të thotë që ata kanë të drejtën për ta bllokuar konstituimin e kuvendit. Sepse e drejta e jote përfundon në parimin e drejtësisë, nifet e drejta jote përfundon aty ku cënohet e drejta e ime. Prandaj nuk mund të bllokoj konstituimin e kuvendit për shkak se grupi më i madh parlamentar lista serbe dhe të mbaj institucionin pezull. Këtë situatë kemi pas edhe me rastin e zgjedhjes së sekretarit të kuvendit, por i njëjti parim do të vlen
edhe për zgjedhjen e nënkryetarëve, edhe për zgjedhjen e nënkryetarit i cili do duhet të vijë nga komuniteti serb. Prandaj e thash që gjykata kushtetuese përmes parimit mutatis mutandis do ta gjejë zgjedhjen në mënyrën që të zhbllokohet procesi i votimit të nënkryetarit të kuvendit i cili vjen nga komuniteti serb. Jo domosdoshmërisht do duhet patjetër të vijë nga lista serbe. Nëse ata refuzojnë që të propozojnë një kandidat tjetër, atë natyrisht kemi edhe kandidat të tjerë, nëse s'ka bëj është zoti Nenad Rashi, i cili nuk vjen nga lista serbe, edhe ai mund të jetë kandidat potencial i cili mund të zgjedhet si nënkryetar i Kuvendit të Republikës së Kosovës. E qartë, dhe unë ju falenderoj shumë, zotin Recaj, për kohën që na kushtuat. Do të kemi mundësi sërish të jemi në lidhje për të pranuar pikpamjet tuaja. Ishte kënaqësi, punë të mbarë dhe juve. Faleminderit shumë.